Tjetër, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Përshëndet se Aliu nga Shodje, kam një kërkesë ose një ankesë nga komuna e Obiliqit për fshatin si Bofs. Varrezat e cilat i kemi janë katastrofë. Nëse vdes unë personalisht nuk ka ku varros fëmija mi ato. Nuk ka hapësin, po mendoj. Si Bofsi, i ka të ndara Varrezat nga fshata tjera, po? Po, i kem fshatit e shkolla e si Bofsit me gjenë, shkolla fillore cila është ato me gjenë. Ate janë Varrezat vetëm të fshatit, dhe po thua që nuk ka hapësira, po? Vëllaj, s'ka hapësirë, mu më ka vdek baba para 5 vjetët, mendoj që kemi varros atë. Dhe ta pyes kërto, a ka në hapësirë tjetër ku rekomendohet? Po personalisht ka hapësirë, ato është një pronë një fshatarit sërb, i cili nuk jeton ato, me pas mundësi komuna Obiliqit me blet parcelë ose me... Një pyetje kam i dashur se, a ka në vend tjetër që ka vendos komuna me thonë dërgoni dikut se... Jo. Zakonshëm ndodh që njerëzit nuk duan t'i dërgojnë te lokacioni i ri, edhe pse bën komuna lokacion të ri të Varrezave, njerëzit hezitojnë me i dërgu. Jo, s'ka bo, jo. Për ato lagja që jem na të fol, jo. Se janë 2 lagja ato që cilat kanë bo... E kuptova. Po me pytat kryetarën e komunës të Obiliqit. Se 2 lagje nuk i kanë gjithë fshati me një vend varret? Jo, si kem se jem na ndame, është fshati i ndame. Okej, mirë, do të flas me kryetarin e mundësinë. Me bani pyetje vetëm personalisht, unë edhe verës ndoshta do të vi, po do të shkoj edhe pa te kryetari i komunës me bisedu me ta, se çka është problemi, a ka mundësi as ka. Ma mori mendja që është kështu e ndame lagje, që është shumë keq, në fakt se duhet i gjithë fshatit i ketë në një vend tjetër organizuar. Ja, si kemi pas kur atë. Ma mori mendja. Do të flas me kryetarin e mundësinë e parë që ta kem drejt për drejt. Faleminderit shumë. Respekt.